Duket se fushata zgjedhore në Kosovë ka nisur me incidente dhe incidenti i parë është shënuar ditën e djeshme ku në Skënderaj ka pasur përplasje mes përfaqësuesve të partive politike. Për të folur mbi çfarë po ndodh realisht në Kosovë dhe sa e tensionuar do të jetë kjo fushat, kam të ftuar në një lidhje direkte profesorin e njohur zotin Selatin Eretkoceri. Profesor, falenderoj shumë për kohën që gjetët për VIP Magazin. Përshëndetje, faleminderit edhe për juve. Profesor, një incident që ndodhi dje ka pasur reagime nga dy palët, pse u nis me kaq tension kjo fushat zgjedhore? Lajmi më i keq që ka mundur të vi është ajo e incidentit të djeshëm në Skënderaj. Shqipër këtë, në vend që të merren masa për të zbutur atë që ndodhi mesditë apo dikon në pasditën e djeshme, faktori politik e sidomos lëvizjeve të vendosje nëpërmjet të ministrit të policisë apo ministrit punëve të brendshme e bën atë që mas pakti do të duhej të ndodhte edhe do të duhej të pritej nga qytetarët e Republikës Kosovës. Vërtet, akti i tillë unë konsideroj se është akt qyqar, pa marrë parasysh prej nga e sidomos kur vjen nga një kryetar komune, por megjithatë, shumë më qyqar është veprimi i qeverisë duke tentuar që nëpërmjet policisë speciale të nxjis konflikt, po më vjen shumë rënd them se çka ka dashur të bëj kjo qeveri me intervenim në Skënderaj. Thjesht nuk ka qëllimi këtu vetëm i fushatës. Thjesht këtu ka qenë qëllimi për nxitur një fillim të asaj që po i drojmë, po i frigohemi e gjithë inteligjenca, intelektualet edhe ata që e duan Kosovën. Po frigohemi se një skenar ogurzi po i përgatitet kombit shqiptarëve në pjesën më të rëndësishme historike që është Dardania. Lufta civile, e cila parashihet nëpër të gjitha programet, manifestet me të cilat udhëheqet Albin Kurti, dhe është adhuruesi i madh i luftës civile në Francë e Spanjë, mendon që nëpërmjet saj të arrijë të ashtu quajturën Republikë Tretë. Andaj ky njeri, sa nuk është bërë vonë, duhet të ndalë këto veprime makabre të cilat po ja përgatit popullit shqiptar. Sepse të sulmohet Drenica me njësi speciale, kjo vërtet është diçka e rëndë që vetëm ata që nuk e duan Kosovën dhe popullin shqiptar mund ta kishin bërë që në orët e vonda të natës të dërgohet njësia speciale e cila vetëm në raste shumë të veçanta angazhohet edhe vepron terren. Ishte ky një rast i izoluar. Shpejt u morën masat edhe u bën kërkim falje. Megjithatë, për shkak të sigurisht të mos shkuarjes në prokurori të zotit Lushtaku u veprua apo u dash të veprohet nëpërmjet policisë. Këtu duhet ta di zoti Kurti se ai i ka paraprirë kësaj pune, sepse ai për disa herë nuk ju ka përgjes prokurorisë së shtetit. Dhe tani secili qytetar, kryetar komune, zyrtar, qytetar i thjesht, ka të drejtë, kur një kryeministër i vendit nuk i përgjigjet prokurorisë së shtetit, atëherë është krejt normale që qytetarët tjerë, por edhe zyrtarët tjerë shtetëror të mos i përgjigjen. Së pari, policia speciale, prokuroria është dashur të veprojë në rastin e Kurtit, e me pastaj veprimi që është bërë mbrëm do të ishte shumë i arsyeshëm që edhe zoti Lushtaku të merret me polici edhe të dërgohet në prokurori, por paraprakisht
kjo është dashur të ndodhë me kryeministrin e Republikës Kosovës, i cili ka refuzuar me 10 herë kërkesat apo ftesat e prokurorisë së shtetit për të lajmëruar dhe për të përgjegjur në rastin e dëshmisë që ka pasur për një rast caktuar të mbledhjes së rezervave shtetërore. Profesor, me hyrjen e njësisë speciale në Skënderaj, a mendoni që ishte një vendim i gabuar për ta çuar këtë njësi atje dhe ndoshta mos duhet të pritej që të qetësoj pak situata dhe ndoshta edhe palët mund të kishin shkuar vetë në prokurori për dhënë dëshminë e tyre? Mu më vjen keq për policinë e Kosovës, e cila deri para pak vitesh ishte në nivelin më të lartë, edhe ishte policia më e përgatitur në Ballkanin Perëndimor. Sa që ajo tani është manipuluar dhe është dërguar me urdhëresë të drejtorit të policisë të Kosovës, sigurisht i cili urdhëresën e ka marrë nga Xhelal Sveqja. Xhelal Sveqja i cili s'ka lënë gjë të keqe pa bërë në kohën sa bënte opozitarizëm. I njëjti Xhelal Sveqja, i cili sot udhëheq me policinë e Republikës Kosovës, i njëjti ka gjuajtur me kubëza betoni dhe ka lënduar 10 polic të Republikës Kosovës. Dhe tani, i njëjti ministër i dërgon në vatrën më të rëndësishme shqiptare, drenitën heroike e cila në vazhdimsi ka bërë krejt atë që është dashur ta bëj për liri e për atë. Një ndër ta është edhe generali i luftës, zoti Sami Lushtaku. Provokimet e vazhdueshme, të cilat ja kanë bërë zotit Lushtaku duke e quajtur Sami Serbia e me etiketime të ndryshme, sigurisht që ka ardhur momenti që zotriu nuk ka mundur të pranoj si etiketime kaq të rënda, sepse ne mund të themi gjithçka, mund të themi janë korruptuar, kanë vjedhur, por pjesën më të lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës duhet ta ruajmë si sytë e bollit, sepse ai zotri mund të ketë sjellje apo mund të jetë pasuruar në kohët e lirisë, por megjithatë luftën e ka bërë jashtëzakonisht mirë dhe është njëri prej bashkëpunëtorëve më të afërt të Adem Jasharit. Pra, kur është filluar të etiketohet familja e Adem Jasharit, etiketohet familja emblematike, e cila është sulmuar në formën e njëjtë, siç ka qenë sulmuar edhe familja Jashari, ku kemi pas 56 të vrarë. Në anën tjetër, edhe familja Ramush Haradinaj ka qenë e sulmuar në njëjtën formë, por rezistenca e Haradinajve ka qenë më e fuqishme dhe kanë shpëtuar nga masakra e parapërgatitur nga serbët. Njëjtë është edhe familja Lushtaku. Dhe ndaj këtyre familjeve, eksponent, spion, shumica spion serb dhe bashkëpunëtor të UDB-s serbe, tani të akuzojnë ato familje me bashkëpunim, me pro-serb e me etiketime të ndryshme. Ajo armata e Facebookut shon e fyn format më të vrashta të mundura. Sigurisht se jemi njerëz, sigurisht se vjen një moment i tillë që eksplodon dhe nuk mund doroj. Nuk po arsyetojmë në asnjë mënyrë. Është dashur përmbahet zoti Lushtaku, ose nëse e ka pasë atë qëndron zoti Mehani, ndoshta është dashur mos futet fare në atë lokal dhe të ndodh kjo, por megjithatë tani ka ndodhur. Dhe qeveria është dashur të jetë më e kujdesshme. Jo kryeministri më njëherë në mbledhjen e qeverisë të akuzoj të hedh gur mbi familjen Lushtaku e mbi të gjitha familjet emblematike të cilat i ka Republika Kosovës. Këto veprime thjesht janë të gabuara dhe na çojnë drejt një skenari ogurzi që e çojnë Kosovën drejt luftës civile, e cila do të ishte shkatrimtare jo vetëm për brezat, jo vetëm për të ardhmen e Republikës Kosovë, por edhe për
mbi jetesën e kësaj republike, e cila për këto 7 vitet prej kur është zoti Kurti është rrezikuar jashtëzakonisht shumë. Lusim, kërkojmë nga popullata të jetë e kujdesshme, sepse vërtet kjo qeveri kuqslinge, kjo qeveri bashkëpunëtore e regjimit barbar serb duhet të përmbahet, ose përndryshe nuk mund atë që e ka thonë Florin Krasniqi. Nuk bën edhe nuk dohet që policia, ushtria e Kosovës t'u mësy pa marrë parasysh veprimeve të eksponentëve apo luftëtarëve të UÇK-s, të cilat mund të jenë gabueshme, por ato duhet të rregullohen nëpërmjet organeve civile, në asnjë mënyrë të mos përzihet policia, sepse pastaj keq do të jetë rezultati përfundimtar. Profesor, është pak e frikshme që të thuhet që mund shkohet drejt një, po themi, përplasje civile në Kosovë, por realisht sa janë gjasat që një gjë e tillë të ndodhë? Mbrëm ishte një paralajmërim i keq që kjo fushat do të jetë e keqe. Kjo fushat do të jetë e zjarrt. Edhe ku unë jam i bindur që zonja Fejza, aty që ka shku me atë zotin Mehani, të ndjoni se veç ministri tjetra ishte deputete e mandatit kaluar, por edhe këtij mandati që nuk mundit veproj më tepër se 2 muaj. Të dytë janë deputet, dhe ata kanë shku me qëllim në një lokal që e kanë ditë sigurt që kafen e pen aty zoti Lushtaku. Dhe vetë prezenca atyre, duke ditur që Facebooku i zotit Mehani është i mbushur me akuza kundër UÇK-s e posaçërisht kundër Sami Lushtakut. Normal jemi njerëz, sepse është e rënd. Unë e përmarr për veten time, që jam veterani i UÇK-s, edhe kom punu tër jetën time, kom punu për këtë popull e për këtë. Por kur shoh mesazhe, kur shoh komente, të cilat drejtojnë gisht se unë jam pro-serb, ose po punoj për Serbinë, të vërtet më dëshpërojnë. Por unë jam një person tjetër, unë jam një person i kujdesshëm dhe veproj në formë institucionale, por sigurisht që ata që humben shumë në luftën e fundit, ata që humben familjar, ata që ishin të angazhuar prej viteve të 90-ta dhe bën gjithçka për këtë liri që e kemi sot, sigurisht që në këtë rast dallohet zoti Lushtaku. E dim të gjithë që duhet të jemi të kujdesshëm. Fundja, zoti Lushtaku e ka 75% të votës së qytetarëve të Skënderajt. A duhet këto vetëvendosja të kontestoj? Ne s'po mujna as mja kontestu 51% në nivel të Republikës. I ka marrë, ja kam pranuar, ja kemi pranuar të gjithë ja kemi pranuar zgjedhjet, i kemi uruar për fitoren, njëjtën formë zoti Lushtaku dihet që e ka përkrajen masive të popullit Drenicas. Andaj duhet jemi të kujdesshëm. Njerëz nuk janë të gjithë njësoj. Dikush nuk mund të duroj diken. Për këtë arsye, ai është kryetar komune, edhe është dashur të jetë në këtë rast shumë i kujdesshëm. Nuk e arsyetoj në asnjë mënyrë veprimin e zotit Lushtaku. Por megjithatë, si ne themi në Kosovë, është mbushur kupa. Është mbushur kupa sepse të quhet familje tradhtare, familja Haradinaj, të quhet tradhtar Bocarifat Jashari, i cili merr pjesë në dasmën e djalit të dëshmorit Shkelzen Haradinaj. Vërtet të quhet tradhtar Fatmir Limaj, të quhet tradhtar Jakub Krasniqi, ata janë idolet tonë për pavarësi, për liri e për sakrifit. Kështu që zoti Kurti në vend të kërkim faljes për atë që është duke ja bërë Drenicës,
e posaçërisht zoti Luftoku, ai e dërgon policin në atë, jo policin e thjesht, por e dërgon policin speciale, elitare të Republikës Kosovës në Skenderaj, edhe ata e arsytojnë se ka qenë një aksion operativ. Pse s'u bu aksioni operativ një ditë përpara ose një ditë mbrapa? Pse nuk u prit që t'i dërgohet ftesa e parë, ftesa e dytë, edhe nëse nuk përgjigjet zoti Luftoku, pastaj të veprohet me polici. Por me njëherë policia speciale për të arrestuar. Veprimi e dënoi, publikisht e dënoi veprimin e zotit Luftoku, por njëkohësisht e dënoi edhe veprimin e zotit Kurti, i cili me dërgimin e policisë speciale në terrenin manevrologjik të Republikës Kosovës Drenicën, vërtet na ka të shpruar, edhe jemi shumë të friguar se po përgatitet një skenar i papar në Republikën e Kosovës, por megjithatë unë besoj shumë në këtë popull që është aq i vetëdijshëm që mos të futet në diçka të skenuar apo të para përgatitur nga një bond që për fat keq atë bond e kemi në qeverinë e Republikës Kosovës. Bond kriminale, atë. Profesor, pse është një përplasje kaq e tensionuar mes zotit Kurti dhe ish komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës? Është sepse ky zotriu, historia e brezave njëherë mund të ndodhë. Në Kosovë kemi pas luftën e Shaban Polluzhës, edhe ai ka qenë për rezistencë kundër komunizmit, balli kombëtar, dhe ka qenë nga Drenica, nuk ka pas sukses, kemi dështuar, edhe të gjithë ata patriot janë detyruar për shkak të regjimit serboslav të ikin në jashtë Kosovës. Tani e kishim luftën çlirimtare të UÇK-s, dhe në këtë luftë ka qenë Albin Kurti madhor për të marrë pjesë edhe për të qenë luftetar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe këtë rast historik, secili qytetar që e ka lshu, i vjen keq që para fëmijëve, para nipërve, para pasardhësve të vet, nuk ka mundësi të thotë se edhe unë e kom kap armën, edhe unë kom ndihmu në forma të ndryshme luftën, dhe kjo i duket se është tradhti kombëtare dhe dëshiron që me një akt të tjerë, sepse i sëmur, është njeri i sëmur që ta pranoj. Nuk ka, s'kom mundur, kom pas frikë, kom qenë i burgosur me forma të ndryshme të arsyetohet, por jo në formën që ta bëj edhe një veprim që unë të futem në histori me të ashtu quajtën Republikë e Tretë. Në këtë formë zoti Kurti domthon ka urrëtie patologjike ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe nga gjithë ndaj atyre që e kanë shkruar historinë. Hashim Thaçi e ka shkruar historinë. A e don Selahattin Redkoceri? A nuk e don, a e urrën? Kur historinë e Hashim Thaçit? A kena mujt mja marrë një herë historinë e Ismail Qemalit? Ma të ndritur e ka historinë tani zoti Thaçi, me krejt veprimet e veta që i ka bërë, se sa ndoshta Ismail Qemali, kur i kanë mbet gjitha trojet jashtë Shqipërisë etnike, edhe Dardania, edhe Ilirida, edhe Lugina Presheves, edhe Sanxhaku, edhe krejt, këto kanë mbetur të papërfshira në Republikën e Shqipërisë. Derisa tani zoti Thaçi është një ndër themeluesit e UÇK-s, pjesëmarrësi aktiv në luftën e UÇK-s. Është nënshkruesi i marrëveshjes së Rambujës, është demilitarizuesi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është shpallësi i pavarësisë të Republikës Kosovës, është pranuesi i gjykatës të Hagës, e ka pranuar vetë, edhe e ka ditë që do të shkojë vetë. Por për hir të Kosovës, për hir të pastërtisë të luftës së UÇK-s, zoti Thaçi shkon në Hagë për të gjykuar, që 6 vite padrejtësisht qëndron atje. Dhe tani kjo urrëtie patologjike
e Zotit Kurti ndaj Thaqit vërtet edhe ndaj gjithë luftëtarëve të UÇK-s nuk ka tjetër burim përveç asaj se urrejtja patologjike edhe ndaj vetvetes në radhë parë që s'ka marrë pjesë në luftën e UÇK-s e për fat të tillë vetëm 1% e popullit shqiptar ka marrë pjesë të Kosovës edhe një pjesë e luftëtarëve të UÇK-s që kanë ardhur nga Shqipëria nuk ka qenë më tepër. Për atë arsye, tani në skenë politike që 7 vite e kemi kryesisht ata që e kanë refuzuar luftën, kryesisht ata që kanë punuar në regjimin serb deri në vitin 99. Të gjithë ata që kanë qenë ambasador, kanë qenë për ambasadat të Jugosllavisë në vende të ndryshme dhe kujslengët bashkëpunëtorët të cilët kanë punuar për regjimin jugoslav. Kështu që tani ata duan ta shpërlojnë veten edhe për fat keq ja kanë arritur bukur shumë që ta bindin sidomos rinin e cila nuk e din se në për çfarë lufte ka kaluar populli shqiptar, nuk e din se çka kemi hequr zite ulliri, kemi qenë të gjithë rrezikuar, të ndjekur, të regjistruar në për lista për likujdim nga serbët. Kemi ikur herë në një shtëpi, herë në mal, herë në kodër, herë në mbrapa UÇK-s, vetëm për ta shpëtuar kokën. Të gjithë ne aktivistët, por rinia për fat keq nuk e din atë, sidomos ajo rini që ka lindur 10 vjet para lufte edhe tani pas lufte pare nuk janë të vetishëm, mendojnë që kjo Kosovë kështu gjithmonë ka qenë e lirë e nuk e din se çka ka hequr. Edhe këtë po ja konservon në formën më të keqe të mundshme Zoti Kurti, duke i indoktrinu, duke i mësyr kundër UÇK-s edhe kundër personaliteteve më të rëndësishme që bartën barrën kryesore në luftë. Fati ka deshë ata të jenë të shpëtojnë, por megjithatë thuajse të gjithë këta komandantët që i thuhet general në luftë kanë qenë plagosur, kanë pasur fat që kanë shpëtuar, por ja që tani ne po duam ata t'i degradojmë, t'i dhunojmë, t'i shojmë, t'i fyejmë dhe kur në jetën time nuk do ta kisha menduar që do të vjen një kohë që do të shohet familja dhe do të fyhet familja emblematike e Zotit e familjes Jashari, të cilët janë rasti veçantë në mbar rrezullin toksor, sepse kanë luftuar me një arsenal, me një ushtri aq të madhe dhe tani del një zonë atje nga perëndimi që është edhe aktiviste e vetvendosjes dhe fyn Rifat Jasharin se ai po merr ka pjesë në dosmen e një familje tradhtare e cila ka dhënë 2 dëshmor e i ka brenda shtëpisë disa invalid të luftës. Kjo vërtet është e papranueshme edhe duhet të marrë fund shumë shpejt edhe atë pa filluar fushata ose përndryshe Kosova po shkon drejt një lajmi të keq që nuk po goja nuk po ma qep me përmend fjalën luftë civile. Po them një konflikt që ishte nisur mbrëm, për fati rezultoi që dikush megjithatë në polici u gjet që e tërhoqi policinë aty dikun nga mesi natës. Profesor, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për jush, ndoshta isha pak eksploziv kështu, por vërtet situata është e tillë që unë jam shumë i shqetësuar për fatin e Republikës Kosovës, për fatin e këtij populli që ka hequr boll e nuk po duam të vazhdojmë ende e sidomos brenda llojit. Kjo nëse ndodh, ai që më së tepërmi do t'i duar trokas është Serbia edhe Rusia e askush tjetër. Faleminderit edhe për jush, uroj që nga nesër të paraqitemi në intervista, por me lajme të mira, me një fushat e cila duhet të kaloj
siç ka kaluar gjithmonë në Kosovë, kemi qenë shembull, por me këto 4 palë zgjedhje vërtet jemi bërë gazi i botës. Faleminderit. Faleminderit juve.